Përshtetemi të Super Sport, jemi së bashku së drejti nga stadiumi Niko Dovana i Durrësit për të ndjekur takimin e raundit të 22 ndërmjet Teutës dhe Tërbunit. Me sfëshori i kraut djathtë të skuadrës së Teutës, nis kjo sfidë, njëjmë tashmë dhe me rreshtimet e dyja skuadrave. Skuadra e Teutës vjen me një ndryshim në portë. Lukic. Si forti ti në drejtim të Hodos, shërben në qendër për Maganin, e ka marrë në fik kontroll e topit. Magani tenton me të goditje, është devijuar nga Aleksandar Tasic, më pas shkon qetësisht në kontrollin e Klajdi Kukës. Tjetër dalje mjaft e mirë e Teutës përpara drejt sulmit, por që nuk po arrin dot të finalizojë me sukses aksionet e saj sulmuese. Nuk shkon për Hilen, i cili e mban kontrollin e topit dhe mban skuadrën e tij sërish përpara drejt sulmit, krosimi i Kotobellit për Lenën. Shkëto mundësi për Teutën, tenton Lena, tjetër devijim, tjetër goditje këndi. Këndi çdo të arrin të krijojnë tashmë me një tjetër dalje përpara drejt sulmit dursakët. Për vetë, sepse duket jo, është rivënë me duar për skuadrën e Teutës, provon Eri Lamçi me pasimin në qendër Lena për Magani, vjen tentativa e Magani. E lehtë. Tërat e ekzekutuara nga skuadra e Teutës. Lena, një krosimi drejt zonës, i lartë, shkon në zonën, më pas vjen këtë tentativë, 1-0 Teuta. Zhbllokohet sfida tashmë. Ka arritur të shënojë mjaft mirë Bruno Dita. Shkem në njerë dalje jo e studiuar mire Klajdi Kukës. Alush Gavaza i provoi dhe ky pasim tashmë drejtim të Bledar Hodo, sikon mundësi të dalë të shpejtë përpara të drejt sulmit për Teutën, vjen Hodo. Nuk koordinohet siç duhet. Pati një mundësi të artë tashmë skuadra e Teutës për të dyfishuar avantazhin e saj kundrejt Tërbunit. Nuk ka arritur dot të shinjëstrojë kuadratin e portës Bledar Hodo. Vjen një goditje menjëhershme e Lukic. Ka patur një devijim të Klajdi Kukës, goditje këndi. Tushe dhe Borshi. Një tentativë drejt portës, ka patur devijim, pas Marku në shtyllë dhe në rrjet, 1-1 Barazon Tërbuni. Arrin shënoi Taulant Marku. I futur në pjesën e dytë në fushën e lojës pasi zëvendësoi Vilker Pereira. Provon të rimardhi një tjetër Marku, ja del nga firmë bashkë në dalje drejt sulmit tashmë të skuadrës së Tërbunit, mban kontrollin e topit Taulant Marku, provon të gjejë hapësira, shërben dhe një tjetër në qendër me Karakacin. Marku tenton me atë goditje, është ndalur. Dhe më pas vjen ndërhyrja e Bruno Ditës. Shikojmë mirë këtë dalje dhe tentativën e Taulant Markut. Krosimi i lartë i Lukic drejt zonës, devijohet ai top, më pas shikojmë të mundësi, nuk shënon dot Teuta. Pretendojnë se ai top ka kaluar vijën, por nuk është dikti mendimi as gjyqtari kryesori i këtij takimi, Eldorian Hamidi, por gjithashtu as asistenti i tij, Paulin Simoni. David Kaçaj. Por pas kjo tentativë është jashtë kuadratit. Ndër këtë top të gjatë tashmë Kotobelli. Devijohet e top nga ana e Jonathan, pas Magani mbi kuadrat. Tentativa e Artur Maganit. Një mundësi e artë për Teutën për të marrë avantazhin. Ato vetë është Slavko Lukic, vjen krosimi i tij drejt qendrës. Devijohet ai top, 2-1. Arrin devijohet top, mjaft mirë të dërgojë në fundin e rrjetës. Bruno Dita. Vjen ky 2 golësh i tij, i jep këtë fitore në sekondat e fundit, mund të themi, të këtij takimi skuadrës së Teutës. Një pak kujdesi prapa në mbrojtjen e skuadrës së Tërbunit. Gol i shënuar në minutën e 97. Kjo është arsyeja pse futbollistët e Tërbunit protestojnë te gjyqtari kryesor i këtij takimi. Gjithsesi mbyllet ky takim ndërmjet Teutës dhe Tërbunit. 2-1 arrin të fitojë skuadra e Teutës me një gol shënuar në shtesë në minutën e 97. Protesta të shumta të futbollistëve të Tërbunit, të cilët janë afruar tashmë, kanë rrethuar gjyqtarin kryesor të këtij takimi për të protestuar për këtë goditje dënimit lejuar të luhet në minutën e 97.
Laçi dhe Byris kërkojnë fitoren në këtë javë të 22 të kategorisë superiore në një duel që shet dy skuadra me objektiva të ndryshme. Ju përshëndes miq të Supersport, ju uroj mirëseardhjen nga stadiumi Laçi i qytetit të Laçit. Sigurisht që starton këtu kjo javë 22 e kategorisë superiore me njëherë agresiv. Lushkja, Cetkovic, pasimi në qendër, Nimani provon mbyll Simic, Edmilson, Albi Dosti, rikuperon Dosti kërkon shmang, mjaft mirë, hallën pasimi ti për Gocaj, nuk vlen goli, flamur i ngritur. Nuk vlen goli, pozicioni pa rregull për Olsi Gocaj, por pasimi ishte perfekt i Albi Dostit. Në Crown e Majt, ka vonuar shumë pasimin, është më i avancuar. Lushkja, pasimi tek Valdano Nimani, Gocaj kërkon, provon nga distanca, Olsi Gocaj, topi devijohet, 3-0, nuk i goditet nga këndi, pasimin i qendër, Lushkja, Ademir Cetkovic, kupton mjaft mirë me një tjetër, pasimi për Lushkjan, në qendër Nimani, liron të majtën, por mbyll Dukic, edhe një tjetër fantastike. Kombinimi Cetkovica, Demir, Lushkja dhe Nimani që nuk arrin ta finalizojnë në mënyrën e dur. Veliaj. Korridori për Cetkovic! Del Stivi Frashëri. Bën gati dhe ndrimin, ndërkohë çojmë tu Gava dhe Edmilson. Niset Gava, kjo goditje fort, Selmani e kontrollon qendrore, ishte Sigurisht largohet për lënë vendin Aldo Mitra, ndoshta Nimani nuk përgjigjet pjesës tjetër të skuadrës. Lushkja provon për Albi Dostin e ka hapësirën, kërkon të lojë të djathtën, ja del mban goditja e tij devijohet. Ka goditje këndi, që në vendimin e gjyqtarit, Kriden Smeta jep të goditje dënimi në limitet e zonës së rreptësisë. Një prekje me dorë e Julian Brajes sjell të goditje dënimi. Ndërkohë që të muzikut të sulmi këtu, vonon shumë Yshmeri, vendoset prapa skuadra e Laçit, Alla tenton goditjen në duart e Selmanit. Buljan. Goditje, krosimi që vjen i lartë, ka larguar i zakonshmi Braja, Izu Çuku, Yshmeri. Pret pasimin, Izu Çuku shumë i shpejt, lë pas Gocaj, Izu Çuku ka dy lojtarë në zonë në qendër. Bilali përballë portierit, Bilali! Çfarë debutimi! Amir Bilali, vetëm pak minuta në fushën e lojës dhe arrin të realizojë në ndeshjen debutuese. 2 minuta në fushë, në të 69-ën, hyrë në fushën e lojës dhe të 71-ën, arrin të realizojë Amir Bilali. Lojtari nga Gostivari, Hoxha e shmang dhe Buljan, që vendimin e gjyqtarit ka karton të verdh për Ardit Hoxhajn i dyti. Është i dyti karton i verdh për simulim dhe duhet të mbyll tu takimin. Minuta e 76, mbyllet tu sfida për Ardit Hoxhajn. 2 të verdha, edhe njerë tjetër, Hoxhaj këtu. To janë pamjet. Është ngritur me njerë. Ndërkohë çojmë niset Veliaj në duart e Frashërit. Reagon Stivi Frashëri, por duhet të mbaj topin. Bën gati lëvizjen e tretë. Skuadra e Byris në këto çaste do të jetë momenti për Samir Sahitin. Dosti Peposhi vendos përballë, Dosti goditja e rrezikshme. Lushkjan, krosimi drejt zonës, Qela nuk arrin të jetë i sakt. Emiliano Qela e merr me qetësi Stivi Frashi, ndërkohë ta ndjekim edhe një herë përpara Saidit, i sakt pa hedhur në fushë, me sa duket nuk është ambientuar ende. Tashmë është Cetkovic me këtë goditje jashtë kuadratit. Nuk i besojnë syve laçanët. Marko Cetkovic, çfarë mundësie. Dhe vjen këtu sinjalizimi, mbyllet kjo sfidë javës së 22. Byris triumfon
në Laç përballë Kurbinasve me një gol të realizuar nga Amir Bilali në minutën e 71, vetëm 2 minuta pasi është shtetur në fushën e lojës, një debutim ëndrash dhe për Amir Bilalin, lojtarin nga Gosti Vari. Ju përshëndes miq të Supersport dhe ju uroj mirëseardhjen me pamjet e drejtë për drejta nga qyteti i Vlorës për një sfidë vërtet shumë të rëndësishme të javës 22 kategorisë superiore mes flamurtarit dhe vllaznisë, një nga finalet e mbijetesës. Dhe sigurisht dy skuadrat do të luajnë për 3 pikë që në rast se do t'i marrin, është vërtet jetike, duke parë dhe fitoren që ka arritur skuadra e Bylisit në fushën e Laçit. Tashmë kemi një pikë barabarta për startuar një duel mbijetese. Flamurtari Vllaznia luhet vetëm për 3 pikë në Vlorë. Shohim në fund se kush do të dalë me kokën lart. I larguar nga ana e Markut, shkon një përpara drejtim të Kalajës. Pashaj është në avantazh, i shpëton kundërshtarin me pas. I largon topin goditje nga këndi Antonio Pashaj. Topi Nikolinit në krahun e djathtë. Vjen kursim për zonës Lushtaku, e çon në rrjet, realizon flamurtari. Minuta 43, kushtrim Lushtaku. Çon në fest tifozët vënjan duke realizuar këtë gol që ndoshta mund të jetë shumë i rëndësishëm. Se shkon me njerë të ndaj gëzimin me trenerin Zekaria Ramadani. 1-0, 2 minuta nga fundi kësaj pjesë të parë, zhbllokohet sfida. Simi Telushi përpara, është i rregull pozicioni për Danilo Alves. Brenda zonës ka këtë mundësi Danilo Alves, shfidja e tij është penguar dhe ka penalti. Ka penalti do gjyqtari në minutën e 15 për skuadrën e flamurtarit. Niset ai godet dhe çon në rrjet. 2-0 flamurtari. Bruno Telushi. Ky është goli që jep më tepër siguri skuadrës zvonjate për sa përket marrjes së 3 pikëve, shumë të rëndësishme në përballje direkte me një kundërshtar në luftën për mbijetesë. Vjen krosimi brenda zonës, topi mbetet aty më pas, në rrëmuj, largohet rreziku. Çfarë mundësie për Vllaznin më e mira këtë ndeshje për të gjetur golin që ndoshta do të mund të rijapte sfidën. Kërkon ndonjëse përpara. Si Greca, shërben mirë tek Lushtaku, përpara shërben dhe Danilo Alves. Ka një pozicion jashtë loje pavarësisht se çon topin rrjet. Dhe për më tepër është dëmtuar Danilo Alves në momentin që ka goditur topin, është jashtë vijave kufizuese. Tani çojmë një tjetër, ky është momenti. Mirë të përpara, sërish mundësi për Danilo Alves. Në brenda zonës, Danilo Alves ka mundësi godet, e ndal Dragojevic. Endri vrapi. Bravo dhe Dragojevic. Me këmbë ka arritur largoj topin. I ka dalë më pas Danilo Alves, ka këtë mundësi, Danilo Alves. Godet keq me të djathtën e tij. Sulmuesi brazilian, po e kërkon me ngul golin sot, por ende nuk po arritur ta gjejë dhe pritet vetëm vërshëllima përfundimtare e Nea Jorgjit. Gjohet në këto çaste, përfundon gjithçka në Vlorë, triumfon 2-0. Flamurtari me një përballje direkte mbijetese me Vllaznin, një fitore shumë e rëndësishme vlonjanëve. Të pamjet të jashtëzakonshme nga Qemal Stafa, ju urojnë mirëseardhjen në këtë 90 minutësh. Sigurisht nuk mungojnë tifozët e Partizanit, nuk mungojnë dhe tifozët e Kuksit vendosur në krah të tribunës. Edhe një Batha. Brojt në disë bullis pas topit Kuksi. Gomez e qonë në krahun e djathtë. Krasniqi të prevancuar, tenton krosimin drejt zonës Malota. Sukaj! Ka mundësinë ende, Xhevaj Sukaj, vjen kthesa e tij të largohet. Musolli, çfarë mundësie për Partizanin. Vetëm 12 minuta lojë për të parë këtë mundësi të artë. Hapet në krah e Mini, janë 3 ndaj 5, qëndron prapa Zhan Karioka. Dvornekovic është në krahun e djathtë, Mini tenton goditjen. Alban Hoxha. Ndërkohë këtu, topi rikuperuar nga Dvornekovic, Shmang dhe Atandën. Janë shumë fanat e kuqe, Dvornekovic hapet në krah, Emini kërkon topin në krahun tjetër, janë 6 futbollistë të Partizanit me vetëm një lojtar të Kuksit. Emini ka arritur të fitojë duelin midis Atandës dhe Kalarit. Raman Allaçi, edhe një në krahun e djathtë, Allaçi pret pasimin Dvornekovic, Atanda largon në një zonë ku gjendet Emini, rikthehet me fytyrë nga porta, Emini goditja. Alban Hoxha priste në krahun tjetër e don Hasani, një pasim dhe nervozizëm ndërmjet të dyve, Emini dhe Hasani.
Hasani mban kontrollin e topit, më pas tenton pasimi për Dvornekovic, në këtë duel me Kalarin. Dvornekovic është në zonë, Dvornekovic kjo ndërhyrje. Është aty gjyqtari i linjës, Kreshnik Ciapi. Kërkon një penalti. Numri 21 Matija Dvornekovic. Ka jo vetëm Dvornekovic, por dhe Duro dhe Likan Stol janë ngritur me njërë për të kërkuar penalti. Fezulaj, pasimi për Idris Bafën në krahun e djathtë, shkon fundore, Bafa, pasimi i qendër, Suka e nuk arrit Racic. Çfarë mundësie? Me vrull braziliani, goditja qendrore. Goditja e lehtë qendrore, por dhe Alban Hoxha e lexoi mënyrën e goditjes. 29 vjeçari që me vrull tu 20 me këtë goditje, Koci. Ka qenë lehtë, në fakt nuk ka patur forcën e duhur. Për të dyja skuadrat, ky është 15 minuti i dytë më i mirë për sa i përket realizimeve. 6 gola Partizani, 4 Kuksi, Bafa, 1-0. Autogol apo Sukaj? Sukaj. Xhevair Sukaj, 11 gol sezonal. Vjen tashmë për Xhevair Sukaj. Të tërë prisnin me të majtën. Shkodrani e realizon me kokë, madje. Ndërkohë që ka dhe një të dëmtuar Elvis dhe kërkohet me një ndihmë stafit mjekësor. Dvornekovic, shmang mjaft mirë Kalari, afrohet dhe Torrasa. Dvornekovic në zonë ndërhyrje, çe vetëm i gjyqtarit. Nuk ka penalti. Ai që gabon ndoshta është gjyqtari i linjës, ai ka të tërë parametër mundësinë për të sinjalizuar. Është një moment për të riparë. Lajdi Kola. Pasimi qendër Zhan Karioka. Edhe një Raman Allaçi i prit krosimi për Eminin mbyll Krasniqi, afrohet Mici, goditja e tij, top devijohet dhe Alban Hoxha eviton një moment rrezikshëm. Sërish Zhan Karioka tenton nga distanca, një gjuajtje në vend me forcë. Diçka më në të majtë largohet dhe Ansinika. Pra mbeten të tre, niset në Ertil Ferraj, mbi kuadrat. Nika në krahun e djathtë, Ansinika një brim me Kalarin, arrit ta shmang kjo ndërhyrje, çoj vendimin e gjyqtarit. Çoj vendimin e gjyqtarit. Kërkohet një faull dhe kemi goditje. Është jashtë zone. Jashtë zone. Ndërkohë që ka ngacmime në zonë, Mici me këtë krosim Hoxha, topi është aty. Dhe qojmë tu, goditje nga këndi, betë në sulm skuadra e Kuksit. Krosimi është i lartë në qendër zonës, nuk arrin Lima, tjeti sakt i jep një trajektore tjetër në të kundër topit dhe nis Vilën në mundësikën e sulmi 4-2 Vila. E udhëheq topin, shmang mjaft mirë kundërshtarin Vila në qendër presin Bardhi dhe Sukaj, Bardhi në për Sukaj, godet me të majtën, Xhevair Sukaj. Pra në goli dytë, skuadra e Partizanit do ishte dhe goli nokautit. Xhevair Sukaj. Këtë krosim drejt zonës, Ferraj, pret Mici, Ferraj, krosimi ti, Malota, largon Vila. Ishte një moment që ndodh në vendin e gabuar Malota, që është një mbrojtës nuk arriti ta shpenzonte si duhet atë rast të për ekipin e Kuksit. Kuksit. Dhe kartoni kuq. Për Shamedin do një fjalë më shumë. Sigurisht mund të ndoshta këtë aksion të fundit. Lima, Malota, Bardhi, fantastik dhe bëhet gati. Bardhyl Pashaj. Vjen sinjalizimi, pritma e çlirimit për Agostinelin. Partizani rikthehet të fitojë në kampionat pas 2 barazimeve radhazi dhe sigurisht që lëshon një sinjal rikthimi. 65 ditë pas fitores me Partizanin në Korçë rikthehet të luat me tifoz dhe festa është rikthyer jo vetëm në stadiumin Skënderbeu, por në gjithë qytetin e Korçës në vigjiljet e një ndeshje të madhe. Skënderbeu Tirana, skuadra kampione në fuqi përballë skuadrës më të titulluar. Një atmosferë jashtëzakonshme dhe Supersport është krenar t'ju prezantoj në këtë transmetim live. Dali mjaft e mirë Renato Arapi në krahun e majtë, më pas ky krosim i lartë në zonë. Kjo goditje me Kukët. Po mrekulli në këtë moment Van Bakaj, por për pak u kryuaj fotokopje golit parë të realizuar në Selman Stërmasi. Shtyt përpara skuadra bardhë dhe blu. Kërkon një dalje më pas Dimaka. Çfarë u mbet? Shkëm këtë ndryrë të Gjergj Muzakës. Mban topin brenda vijë gëzuese në duelin me Tefik Osmanin, edhe një tjetër Gjergj Muzaka. Topi që mbetet aty dhe më pas ndryrja.
Arrin të dalin në këtë moment të lojtarët e skuadrës së Skënderbeut. Shkojmë pasimin e qendrës të James, më pas është Latifi. E leta e goditje. Ka një mundësi mjaft të mirë skuadra e Skënderbeut. Latifi ka përballë Kërçikun. Latifi kërkon hapësirë. Vjen në krosësim i lartë në zonë, pas këtë tentativë me kokë. Arrin të largoj mbrojtja e skuadrës bardhë e blu. Shkëm të top të lartë. Dhe më pas kjo mundësi, por Gjergji Muzaka nuk arrin ta devijojë në top, nuk mbriti ta ngushtonte Orgesçi. Shkëpet në kraun tjetër ndryrja e Kërçikut. Nimaga. Ai goditje dhe topi që kontrollohet nga ana e portierit Bakaj. Toni Kalima dhe Gilman Liga i dali mjaft të mirë. Topi lëm mjaft mirë nga ana e Masato Fukujt dhe ka një mundësi skuadra e Tiranës 1-1. Gilman Liga përballë Tefik Osmanit. Gjithi Gilman Liga vjen nga distanca goditja. Jashtë kuadratit të poštës. Tirana vazhdon të ketë vetëm një lojtar. Topi kthyer prapa dhe një tjetër Masato Fukujt dhe topi kthyer. Këtë goditje nga këndi pas largimit nga ana e Bajram Jashanicës. Shkëm Latifi me këtë goditje, mjaft e rrezikshme. Mjaft e rrezikshme kjo tentative Liridon Latifit. Pak centimetra ndaj nga kuadrati i poštës. Potencializimi i gjyqtarit, cili vjen në këtë momente Salihi. Ai goditje përfundon jashtë. Është me fat skuadra e Tiranës në këtë momente. Dalin bardhë blut. Gjergji Muzaka afrohet pranë tij dhe Dorian Kërçiku. Gjergji Muzaka me pasimin e për Fukujin në rreth të zonës, ndal topi mjaft mirë shërben në kraun tjetër për Gilman Likën. Vjen kjo goditje dhe ka reaguar mjaft mirë Orgesçi. Devijon në goditje nga këndi Dilaj. Renatinho afrohet në zonës me këtë goditje, ka një devijim pas Salihi. Dhe ka 11 metrash! Ka 11 metrash për skuadrën e Skënderbeut. 11 metrash. Digjotë, sjellëzimi i gjyqtarit. Nisë tam Disali. Vjen në kjo goditje sakt. Realizon Skënderbeut e përsi 1-0. Fantastik Hamdi Salihi. Ku e gjen atë qetësi për të bërë këtë ekzekutim impresionues. Hamdi Salihi ne përsi kampionat. Shkëmi lëvizje të Fukujit, shërbehet në kraun tjetër Gjergji Muzaka, i mundësi skuadra e Tiranës. Gjergji Muzaka vjen pasimin në zonë dhe pas kjo ndryrje. Ka goditje nga këndi. Ka goditje nga këndi, ndërkohë që është rasti për lojtarët bardhë blut, kërkon 11 metrash. E shohim dhe një tjetër. 4-3-3, po unë mendoj që 4-2-4 do të jetë rishtimi, sepse nuk ketë çfarë tumbësh më. Jenë dizavantazh, janë minutat e fundit. Pas Gërxhalliu, topi jashtë. Topi jashtë. Fukuj. Pasimi në rreth të zonës. Malaj. Kërkon hapësira ai. Vjen në fort goditja dhe shej. Reagimi i shkëlqyer i kapitenit pas një goditje të fuqishme, të devastishme të Argjen Malajt. Teqa. Dhe vjen në sjellëzimi i kryesorit Andi Koçi.